Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Podart me Kesin. Aty ku ëndrat nuk janë të vogla, por vetëm në fillime. Sot kemi të ftuar dy nga aktorët e qendrës kulturore në Elbasan, Nigelsin edhe Esterin. E po mirë se erdhët që të dy. Mirë se gjeta. Tani, unë personalisht ju njoh, por për ata që s'ju njohin, mund ta prezantoni vetveten. Përshëndetje, unë jam Nigel Zogu, jam 13 vjeç dhe studioj në shkollën Qamil Gruanjaku, jam në klasën e 7. Pasioni im është aktrimi. Përshëndetje, unë jam Ester, gjimnaziste në gjimnazin Konstantin Kristoforidi dhe pasionet e mia janë aktrim dhe prezantim. Ju jeni edhe protagonistat kryesor të shfaqjes më të fundit të regjizores Elona Mamo. Po si ju ndjet ju në këtë eksperiencë? Unë ndjeva shumë i emocionuar dhe shumë i lumtur për këtë rol. Për mua kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur, përveç se ishte një rol i rëndësishëm për mua, por edhe sepse u bashkova me grupin e aktrimit pas kaq shumë kohësh. Ester, po si ishte për ty që të kisha rolin e Marigos, një figurë shumë e njohur e cila le ta themi është parë nga breza me radhë. E vërtet, një figurë shumë e njohur, por risia në këtë shfaqje ishte sepse figura e Marigos ndërthuret me kohën atëherë dhe me kohët moderne. Pra ne përcjellim një mesazh shumë të fortë me këtë figurë në modernizimin e saj. Po ti Nigel, si u ndjeve në rolin e Gjinos? Na trego pak. Unë ndjeva shumë i lumtur dhe i gëzuar. Ishte një rol shumë interesant dhe shumë i bukur për mua. Unë prisa me padurim të aktroja këtë rol. Po ku ju erdhi ky propozim? Besoj se lumturuat shumë. Sigurisht që po. Po, më zifoj prisja. Si doli e gjithë shfaqja, pra çfarë impakti la ajo tek publiku në Berat? Atëherë kjo shfaqje shkoi shumë mirë, madje më mirë se ç'ne e prisnim. Duartrokitjet e publikut, por dhe harmonia në grup ishte ajo që ne na bëri të vazhdonim përpara dhe ta kishim si një eksperiencë shumë të bukur së bashku. Po juria këtë vit, nga cilat figura të shkruar ishte përbër? Juria këtë vit ishte përbër nga Luiza Gjuvani, Vdiqim Xhepa, Ylka Mujo dhe Raimonda Bulku. Ne ishim shumë të kënaqur të vlerësoheshim nga këto figura arti këtë vit. Për 2 vite isha dhënë pjesë e juaja në shfaqje të 2 martohen dhe 2 ndërbohen, dhe tek jeta e Van Goghut, ku morëm shumë çmime të mira. Por kujtoj që gjatë punës e kemi lodhur shumë Elonën. Por këtë vit çfarë i është deshur asaj që t'ju kontrollonte? Shiko, se si çdo shfaqje sigurisht që ka ato prapaskenat e veta, ne kemi ato lojrat tona, por që kur ngjitemi në skenë jemi profesionistë të vërtet. Mendoj që në krahasim me shfaqjet e tjera kemi shumë pak më të butë si grup, kështu që nuk e ka detyruar Elonën të marrë masa shumë trepta, mendoj. Cili ishte mesazhi i cili regjizora donte të përcjellte nga kjo shfaqje? Pasi Elona synon për një mesazh me kuptim të fortë, le ta themi. E vërtet, Elonën madje edhe e përshëndesin. Është një regjizore e cila shpreh në çdo shfaqje mesazhe të shumta që i përkojnë kohës së aktualitetit. Mesazhi në veprën për ralla e Marigos ishte që çdo vajzë duhet të shprehë mendimin e saj, të mbrojë idealet dhe të mos nënshtrohet nga askush. Këtë vit di që keni marrë 2 çmime. Po cilët ishin këto çmime dhe a mund t'i ndani pak me ne? Çmimet që ne morëm ishte Vendi i tretë dhe aktora më e mirë jo protagonista. Cila ishte vajza që rrëmbeu çmimin si aktoreja më e mirë jo protagonista? Në fakt për herë është marrë një person i vetëm në këtë çmim, por këtë vit ishte në grup. Morën gratë e fshatit. Po, a keni pasur ndonjë moment gazmor që gjatë provave që doni ta ndani me ne? Po, ne kemi patur gjithmonë momente gazmore, si për shembull kur harronim tekstin, shpërthenim të gjithë në të qeshura, dhe kjo është një kujtim që nuk do ta hallojmë kurrë. A do të vazhdoni ju të ndiqni kursin e aktrimit, pra çfarë planesh keni ta themi për të ardhmen? Po, kursi i aktrimit aktrimi është pasioni im, dhe unë normal dua ta vazhdoj. Po ti Ester? Atëherë unë në fakt e kam mbyllur ciklin në qendrën kulturore të fëmijëve, përsa i përket kursit të aktrimit, por sigurisht që ruaj akoma kontakte me profesor që unë gjej rastin për t'i falendëruar që më kanë ndihmuar dhe kanë qenë mbështetje e madhe. Ti Ester edhe prezanton. Po si e ndan ti aktrimin me prezantimin? Pra kush është ajo që ti e ke më afër zemrës? Atëherë, në fillim fare, që kur kam qenë e vogël, prezantimi ka qenë, le të themi, pika kyçe që unë fokusohesha. Por dhe u regjistrova në kursin e aktrimit në qendrën kulturore, kështu që aktrimi më ka ndihmuar pak me pjesën e prezantimit. Por ndër vite edhe aktrimi u bë një pjesë shumë e rëndësishme, kështu që ato lidhen së bashku. Nuk mundem dot të kem një prioritet, janë të dyja në të njëjtën mënyrë. Nuk i ndan dot? Jo. Por ju të dy, kush ka qenë mbështetja më e madhe? Pra keni dikë që doni ta falenderoni? Mbështetja ime më e madhe ka qenë familja ime, Zysh Elona dhe grupi i aktrimit.
Unë në fakt duat njëherë të falenderoj të gjithë ato që më kanë dhënë mbështetje për të bërë çfarë do lloj aktiviteti të mundshëm, sepse mbështetja është ajo që të çon përpara, por veçanërisht do doja të falenderoj edhe mamin tim që në moshë të vogël më ka mbështetur gjithmonë dhe ishte ajo që më ka spikatur talentin. Kështu që ajo është mbështetja më e madhe. E po shumë bukur për të dy. Ne Ese kemi luajtur së bashku para disa vitesh në filmin Në det është parajsa. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Atëherë po kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua, dhe pse në fakt kisha një rol të vogël në film, por ishte një rritje profesionale në fushën e aktrimit, ishte ajo që më bëri për të vazhduar përpara, për të mësuar me kamerat, por dhe për të aktruar përpara aktorëve profesionistë, gjë që më rriti më shumë. Edhe normalisht emocioni ishte sepse kalova shumë bukur në shoqëri me shokët e mi. Unë personalisht nuk kam për të harruar kur këtë eksperiencë, por veçanërisht marrëdhënia që kisha me të madhin Ndriçim Xhepa, i cili më quante përherë goca e babës dhe gjithashtu ati uroj vetëm shëndet dhe jetë që pse jo të na fali sërish nga ato perlat e tij. Po Casey, në fakt është e vërtetë dhe unë kam patur një marrëdhënie shumë të mirë me aktor profesionist shqiptar. Ato janë ata që të motivojnë për të vazhduar përpara dhe për të ndjekur ëndrat e tua. Madje dua të theksoj që edhe në kurset që kam ndjekur më përpara për në fushën e aktrimit, aktor të huaj, shqiptar, aty e kam kuptuar që përveç të talentit, edhe mbështetja e tyre është një pikë shumë e fortë për të vazhduar përpara. A keni ndonjë mesazh ose këshill për gjithë fëmijët që janë të apasionuar pas një fushë në art? Shiko, personalisht unë mendoj arti një formë ku të rinjt, edhe fëmijët e vegjël, shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre. Dhe kjo nuk duhet anashkaluar, përkundrazi fëmijët duhet të merren me art, sepse kjo formë e mirë lejon që të mos kenë emocione, lejojnë të zëjnë shoqëri të reja. Pra arti i mbledh të gjithë për të bërë eksperjenca akoma më të bukura, por dhe për të rritur profesionalisht akoma vetë, nëse duan ta vazhdojnë të ardhmen. Mendoj që çdo fëmijë duhet të vazhdojë të merret me art, qoftë edhe ndoshta me gjëra të vogla, por që kanë kënaqësi të madhe dhe nuk duhet të ngurojnë për këtë. Po nga ana jote Nigel? Unë mendoj se fëmijët duhet të provojnë edhe të besojnë më shumë në vete, sepse çdo gjë mund të arrihet. E po, shumë faleminderit që ishit pjesë e podcastit tim dhe e shijova shumë kohën me ju. Shumë faleminderit dhe ti për ftesën. Shpresoj ta keni shijuar dhe bashkë shihemi në episodin e radhës në Elbasani On.